Rreth 9700 metër linar kanale kulluese janë pastruar në këtë periudhë në zonën e Nën Shkodrës nga strukturat e Bashkisë Shkodër me mbështetjen e Bordit të Kullimit. Puna po vijon edhe në kanalet e dyta dhe të treta, kryesisht në fshatin Bërdic dhe në njësinë e Dajçit. Kjo ndërhyrje vjen në kuadër të rihabilitimit të sistemit të kullimit në këtë zonë, ku shpesh është përfshirë nga përmbytjet gjatë stinës së rreshjeve. Ndërkohë banorët e fshatit Trush ankohen se kjo ndërhyrje nuk ka përfshirë fshatin e tyre. Katastrofë janë të këtu të ura zanës, për vjerë për i malëcuar kolegjini është pritë rrugë dojtë që të këtë e shkërvole. Eshtë pa pastru komplet me plepa, me shelqe, me kallama, me ferra, me ka shkanu i kërkave, shlutarim seriosa. Sa bjen urela të gjohë me dollë, në vjen ujë në përshpije, në mërandë, në borë. Dhe shpija mërandë, jo vëtë në borë a borë. 10 vjetë i ka që sa pastru. Per i vjetë mushet prep. Me kallam, me ferra, me plepa që kanë mjallë dhe për njerëzit, ne i kena mjallë. Jo unë, po dhe njerëzit i kanë mjallë që i kanë tokat aty shefi. Jo shelë që jo plep, jo që i plakohen. Për në Trush, ku për Trushin qa ka zjetë edhe Jugoslavin e plashin qa zjenë sa të binë shi, të në ferra të hojnë atje. Kile dhe se kom i tokë. Ate se si kanë qilë kanal, që është 7 metra thellë, pa qiti kile dhe si për unë nuk e di. Allat që e kanë savatu, e merë shju sa të binë edhe qënë të poshtë prep. Për zotën, po, bi pastru duhet. Po, dajnë pastru dhe se në pastru. Fshati Trush në njësinë Bërdic mbetet ndërmjet prekurit nga përmbytjet e këtij viti, ku shkaktuan edhe dëme kryesisht në bujqësi.